Bati hava nuk kanë thonë, tezë si vjen era kam. Se pranon li. Jo vëllar era non, hama me era kam, se era Shka t'ka pru bakshish kja? Kaldo tani këta e viti shka I ke qitë bakshish se kja rren. Si mbas parashikimeve tua, kur do mi dal kismetin a fakës mërgimet? Vëllaj, vit që si ka dalë. Ajt lëmë të goja. Përshëndetje, Përshëndetje, ju jeni? Fehimia, Fejme, nga je Fejme? Mitrovica, Sot je me djalin edhe me Motrën, motrën. Fejme, e ki djalin e martum? po, Sa kështë të thonë mja gjithë një qikën e miradia se kam jetë. që kësajna më? Seriosisht? Hajde për hajde, që I do në hajde, se Na fakës si dihet. Bati hava nuk kanë thonë, tezë si vjen era kam. Se pranon li. Jo vëllar era non, hama me era kam, se era Ngam, dy djemi ki pa martu. Sa vjeçar janë? 32 dhe 27. Qysh du të mu ka një nuse për djalin tanë? A mu ka zë drejt? Do të me ve djallin? Unë se di qysh e donë. Pa nana qysh e dënë? Nana e donë me kone emancipune, shkollune, respektushme. Nëse nusja pa shkoll, a I keshe thënë motrës me re për djallë, s'ma si djallë të ka gjithë. Po se shkolla njerëz bën. E bravo! A s'ka ve djalli që ka gjithë nusën? Jo, A je knaqë? shumë. Për ujtë zoti, se mu ka nuk pas kone knaqë, s'kesh godzu me kalëzohet. Ja, shumë jo me knasht. A e ka po dasë më nalo? Darës me akon pandemia është refuzu. Okej. Që kjo djallë martua? Që kjo djallë. A ka fëmi pi pandemisë Po, të këni? A be diza I ka gane. Dë! Ja s'ma dhe djalli. Ti dë djemi ki. Qysh do të më ka një nuse për djallin tanë? E shkollume, emancipume, keret, po! Me Se kone ka nuse më kanë respektushme. më ka nusja më në të më kanë e mirë, po me pas një behane. Po më mëshan është të gishin hun, ajo nuk dëvyn. Më në të më ka nusja shumë e mirë, e shkollume, emancipume, ka musafir në krye, të banë zëtë e rezele, më shke qpien me qasë musafir. A edhe ajo së dëvyn. Po nëse I do këtë djallit ta në regull, Me mora qashtu ajo. me mu s'ko me konë. Nditë sotit zhinën, bre. Shka t'ka pru motra bakshesh për, se s'pe veti djallin, se s'po dënë, po shka t'ka pru bakshesh kja? Kaldo tani këta e veti shka I ke qitë bakshesh se kja rren. Se djalli o të desh me kalzo drejt. Qëre që me kalzo telefon që I ka shkëru. Motra gjithë shka bolë shpirtin ma japë, bolë që jena pa. Shka I ka qitë djallit për martes, edhe pse das ma refuzu, ka pështu pa bakshesh. E ka marrë shët një dukat të Austrisë atje, ka bletë. Si ti jetë në Austri. Unë në Norvegji, kjo jetë në Austri. Ti jetë në Norvegji. Po. Shka I ke qitë bakshesh djallit motrës? Po të kalzaj motra dhe? Dukat po deri sa pare, ka unaz 20 eurot për të fala që janë bakshishe. Jo, ato janë si lirat Austrisë. Po. A pret më ta këthy motra bakshishin? Jo, nuk presim bas rëthana, mundësive, I shola ka motrë në nusë. Se kanë gjithë jam të halonusë, atja gjojnë ani nuse. Me gjithë qef. Pasha zotin për I me kam. Edhe ati kalzoj emrat, shtu që se ti kum pa video tua, ja u lëshoj kur të shkoj. Hajt. I madhe mërgem. I mërzetshëm. I dyti Angel. Angel, vëlla që kjo Angel e, ka pak ma I mirë se I pas ka ga babës. A mërgimi pas ka ga nanës. A është e vërtet? Shumë e vërtet. Ajte po që pe di. Bile. Si me kom falto. E vërtet. Mos I kom të përdushi. Ja, vëllaj, I na kom të, qyshe pa të emnin vaj? Hu. Se di ku. Qyshe ka emnin, jo bërdushi, zvan hu bërdushi. Qyshe ka më emnin? Jo, s'pe disha. Që më të veç pak. Që ku e kam sa më thirë, për dit I umë fërin. Bia mu ljako. E këshira bimin që të më ka thirë pak marë, ta në më kujtu. Si mbas parashikimeve tua, kur do mi dal kismetin a fakës mërgimet? Vëllaj, veç që si ka dalë. Ajt lëmë të goja. Ku shokon para 2 ditet e jo? Para 2 dite? Po.
Para 2 dite, Ose kush ju ka thirrë në telefon para 2 dite? para 2 dite më ka ardhë motra befasi për Austrisë. Qajo motër e ka një djallë të konatit dhe? Ai e ka një qikë? Me qatë se bepa. Me qatë se ve, po se nusja e atina, e konatit vetë, konata e kësaj, e ka një qikë të motrës. Unë e hecë kom qef me përzi, E kështu di me që si marak me përzi? Ja. E vërtet? Ja, na i mundësi tjetër. Miradia lufqite për mi ka 2 qikën. E ka Shahadijen edhe Advijen. Shahadia i ka 28, Advija i ka 25. Ta mën kokën për 2 jam. 28 edhe 25. Po veç nga shka për thëmë, Shahadia s'ka qef me vjeri. Jo, qëfar, as unë s'kom qef me nuse. Seriozisht? Jo, vetë le t'jetojnë, veç le A kja Advija ka qef më vesh me diminja, me jeleke, me pënaq. Kjo për Angelën. E pse, keshe kjo për Angelën? Po ma rea, pe 25, Angelën 27. Qëfar, po bëna i gare, ju rujzoti, qëfar mesazhi ju kështë dhonë gjithë nanav, kudo që janë, që kësaj vere kanë me martu djarë? Gjithë nanave ju uroj që fëmijët e tyre të kenë fat, lumturi, A veç dy djali respekt, ki? dashni, po veç dy djali. Ti e vesh një djali ki hasret, ha? Edhe një qikë hasret. Seriozisht? Po. Për djali hasret e s'ke bo dasëm heqa? E bojna sa të bojna gjallin synet. Kur dëni me bo djali në sëneze? Kur të kismet? Që shikar fëmija djali temna? Lian edhe Liara. Lian edhe Liara. Inshallah bëhat një qytet për i tenë. Amen. Po ta thamë shumë seriozisht. Amen. Edhe kismet zotit nëse e bani synetin e djalit, e djemve, fëmive e djalit, besën e ki, vish mos marrë shavesh kur se pa ardhë se la. Kontaktojnë. Qëfar mesazh ju kështë dhonë gjithë nanav që kanë me martu djallë kësaj vere? Ose kanë me dhonë edhe qikë? Po, veç me pas respekt e mirë kuptimin e dy palve. Nusja është e Kosovës? E Kosovës veç jeton atje. Edhe ajo ka jetu atje? Po, atje. Okej. Po. Ngam. Raporti ytë me djalin pas martesës. A kanë ro? Jo. Kur gjë për kundër azi. Djali tha për i natit nusës da për duhalja ma shumë nanën. Ja se edhe nusje më donë. Jerujt zoti e kalofshi që shumë asmite. Faleminderit edhe ju. Të dashur me që ishmi me 2 motra, 2 zonja, cilat ishin për marak. Jurujt zoti e ju të dashur me që kush marton fëmijë kësaj vere, inshallah në vitin tjetër ka një djalë se i kanë marak një djemë. Allah, unë qika ti du veç. E di pse se s'ki I ruj zotit jam për qatë edhe. E inshallah fëmija ato ketë 6 qika i bojnë, tani ka një djalë. Amen. Ju të dashurit e me, rrini me neve sepse gjanat e mira i sedhen veç na. Kosova Info ju informon për çdo gjë. Kaloni mirë. Faleminderit shumë.